fort protokollare në komunikim, në sjelljen tonë. Dhe ka përcaktuar dhe besën, ka përcaktuar edhe mënyrën si vjen ke shtëpia, si të presin, si dëlish, e jenë bestime etj. Pra ne nuk vjemi popull primitiv, ne nga popull më të lartë në nivelin e protokolleve të sjelljes. Dhe kemi një gomar që shkon të na fliq si popull shpellarësh dhe trajtoj si njerëz të egjër, njerëz me bisht. Skena që ka bërë Rama në Japoni është e tmerrshme në aspektin diplomatik, por problemi është kund tjetër. Ky do vazhdoj ta bëj. Dhe s'kush s'pret të rregjë vëmendjen këtij dreqi që nuk mund të sillet me femrat e Europës dhe të botës, si sillet me haremin e vet në kryeministri, me çinget e veta që i lëpihen, i strelëpihen me Spirokalin, Belen e këto të tjera. Domethënë, sjellja e tij e ofenduese seksual, çu quhet në termin ligjor, ofendues seksual, sepse nuk ka të bëjë me përdhunimin, ka të bëjë me thosh një lloj dhunimi fizik që s'ka të bëjë me dhunën me godit, por ka të bëjë me si thosh prekjen e papërshtatshme. Ky e bën, dhe do është ta bëj. Dhe se t'ja thuj hunë dhe njëri. E kemi kryeministin Trendi, e kemi mos. Pak njerëz më kuptojnë për këtë që po them. Njerëzit që kanë një lloj njohurie kulturale mbi këto gjëra, më kuptojnë. Pse duhet po habiten këto që po them unë. Se u duket normale, mësuan shqiprime. Në mënyrën se si ti e shpjegove, është shumë e thjeshtë e qartë kupton të zgjidh. Do zoti. I diçka domethënë që nuk e ndoshta se kanë kuptuar kur e kanë pa. Ju e kishte tjetër. Do më shajnë tani që po flas kështu për Ramën, ti urren Ramën dhe flet Po s'ka lidhje me burr kjo me sha, është çajm për Ramën për gjëra të tjera. Kjo është i fakt që ka dalë me zonë me figurë, kam pa, jo se kam pa të gjithë gjibota. Disa herë. Që si ka ne koment po bëjmë për një sjellje, nuk është se po i futemi. Tashi, kur t'i futemi Ramës është muhabet tjetër. Kjo është i diçka që na boni përshtypje. Merën. U